Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është regjistruar si deputet I Kuvendit të Kosovës, procedurë për ata që kanë fituar mandatin gjatë zgjedhjeve të nëntëshkurtit, por Kurti sërish nuk pati përgjigje për gazetarët kur u pyet për formimin e qeverisë së re. Përgjigje nëse I ka numrat për qeverinë e re, kryeministri në detyrë nuk dha as dje teksa po prononcohej për betejën e Kosharës. Kurti kishte ftuar për takim konsultues kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, por Abdigjiku kishte refuzuar ftesën. Agim Batirin nga Lëvizja Vetëvendosje është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës. Ai komentoi para mediave qëndrimet sa I përket formimit të qeverisë së re, për çka tha se numrat do të bëhen me deputetët e Republikës së Kosovës. Sa I përket formimit të qeverisë së re, Batiri tha se numrat do të bëhen me deputetët e Republikës së Kosovës. Unë mendoj se po. Numrat janë të deputetëve të cilën gjarët të ne e ma shumë dhe mendoj se gjarët të ne edhe ma shumë dhe ato do të bëhen. A është mendim I tyre, ne e dim se I kemi numrat dhe do të I bëjmë me deputetët e Republikës Kosovës. Mendoj se qytetarët e Republikës Kosovës e kanë dhënë verditën e tyre për të quar njerëzit më të mirë që ata kanë menduar që janë dhe ne do të qojmë proceset për para të qytetarët të mendojnë. E mendoj zhvillimin ekonomik më të mirë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim me nacionalitetit apo rajonit, dhe mendoj se aja pjesa kryesore e kësaj kohë që do të vije është që të bëjmë një herë për gjithmonë ndërpremjen e mosmarrëveshjeve me Serbinë. Deputetja bosnjake dhe kryetarja e NDS-s Emilia Regjepi ka shprehur optimizëm për formimin e institucioneve të reja. Ajo shpreh se për partinë e saj situata është e qartë dhe se ata janë të gatshëm të mbështesin qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Regjepi sugjeron se mazhoranca e tanishme përkatësisht ajo që udhëhiqet nga Albin Kurti nuk do zgjedhje. Megjithatë, Regjepi theksoi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët, NDS është e gatshme të shkojë në zgjedhje. Kryetari Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë nga komuniteti serb Nenad Drašić, njëherësh ministër në detyrë për komunitetet dhe kthim, ka thënë se janë të gatshëm për bashkëpunim me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re, por ka shtuar se nëse eventualisht Kurti nuk mund të formojë qeverinë, është I gatshëm për bashkëpunim edhe me partitë opozitare. Ministri Rashić në bisedë me gazetarin Burim Zariqi ka shprehur rezerva se më 15 prill mund të formohet qeveria e re. Ministër, fillimisht nëse mund ta dim qëndrimin tuaj përfundimtar, jeni për votimin e qeverisë Kurti 3 nëse shkon drejt provimit që ta formojë qeverinë në kuvend? Shikoni, spari vetëvendosja I zotri Kurti janë partia më e madhe në këtë moment politike në Kosovë dhe pothuajse I kanë marrë gati gjysmën e numrin total të deputetëve të cilët janë në numrin e shqiptarëve. Kështu që kjo si parim I parë duhet të jetë I qartë se normale që adresa e parë të jetë partia më e madhe. Dhe bazon këtë si e para, si e dyta, unë kam pas eksperiencë bashkëpunimit në 2 vite, 3-4 muaj të fundit dhe unë shoh që ka një potencial për një bashkëpunim edhe më thellë, edhe më të frutshëm dhe bazon këtë po konsideroj që adresa e parë në këtë rast do të jetë zotri Kurti, por normale, sikur që kam thënë edhe më herët, pas 20 vjet të eksperiencës që kam në politikë, unë po njihem personalisht me shumicën e qoftë kryetarëve të partive, qoftë të deputet, qoftë përfaqësues tjera. Ashtu që normale që unë kam komunikime edhe me ta, jo në aspektin zyrtar, por në aspektin privat. Dhe nëse një moment ndodhet dhe ajo që të bisedohet me parti tjera, normale që jemi të hapur pasi që çdo takim nuk do thotë konfirmim, por çdo takim është që ta analizohet çka mund të jetë bashkëpunimi dhe zona ku mund të bashkëpunojë, dhe kjo është normale. Por
Si thash në fillim, konsideroj që partia më e madhe të vendit, kudo qoftë që është ajo, ka spari autoritetin i parë politik, ku ne si partit vogla duhet të bisedojnë spari me ata. Qartë, por nëse tentimi parë i zotit Kurti nuk realizohet për shkak që edhe zoti Konjufca tha, pa koalicion të madh nuk mund ta formojmë qeverinë. Nëse hipotetikisht nuk mundet zoti Kurti dhe vetvendosi ta formojë qeverinë e re, jeni të hapur edhe me partitë e tjera për ta formuar qeverinë, siç ka thënë edhe Bedri Hamza në një shumicë opozitare? Po nuk besoj që shumë herët është të konstatohet një gjë e tillë, sepse unë jam mendimin që nuk, edhe pse zotri Kurti në këtë rast po përpiqet të krijohet qeveria sa më shpejt është e mundshme, por prapë unë nuk jam kaq shumë optimist që mund të ndodhet që me 15 të kemi qeverinë e re, sepse konsideroj që nuk ka nevojë për kaq shumë guti. Mirë është të formohet sa më shpejt, por unë jam besimtar më shumë që ajo qeveria që formohet, nëse unë jam pjesë e saj normalisht, që të jetë stabil. Është mbajtur konferenca rajonale për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe reforma në drejtësi, e cila shërbeu si platformë për diskutim mbi rëndësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve dhe forcimin e sundimit të ligjit nëpërmjet reformave të sistemit të drejtësisë. Konferenca mblodhi pjesëmarrës nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë, përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe përfaqësues nga vende të ndryshme. Drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Eham Miftaraj, theksoi se sinjalizimi si mjet i fuqishëm i cili shërben jo vetëm për ta luftuar korrupsionin, por ndikon që edhe qeverisja të bëhet më e mirë, si dhe ndikimi që ka për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet publike. Të gjendur brenda institucioneve publike, zyrtarët publik kanë informacione të shumta për keqberjet, shkelet që ndodhin brenda institucioneve publike, sinjalizimi si mjet i fuqishëm për mbarndalimin e korrupsionit dhe ngritjen e dignitetit të institucioneve publike, na mundson të thotë që përmes këtij mekanizmi një mënyrë të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por ta bëjmë edhe qeverisjen më të mirë, duke kthyer po ashtu edhe besimin e publikut qytetarëve në institucionet publike. Ndërsa Arjan Dymishi, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Studimet e Demokracisë dhe Qeverisjes në Shqipëri, përmendi 6 objektivat kryesore për rëndësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve. Ai theksoi se themelimi i këtij koalicioni ka shërbyer si mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve. Fokusuar në 6 prioritete kryesore: zhvillimin dhe advokimin për hartimin e ligjeve për mbrojtjen e sinjalizuesve ose përmirësimin e tyre, sigurimin e zbatimit të duhur të ligjeve të miratuara për sinjalizimin, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rolin e sinjalizimit dhe forcimin e llogaridhënies, mbështetjen dhe këshillimin e sinjalizuesve të veçantë, hartimin dhe publikimin e raportimeve sinjalizuesve në raste të hakmarrjes së tyre, si dhe ndërmarrjen e fushatave për të adresuar çështje që lidhen me sinjalizimin, antikorrupsionin dhe forcimin e integritetit të institucioneve. Që nga themelimi i tij, koalicioni ka shërbyer si një mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve të tij dhe për të forcuar ndikimin e tyre në vendet respektive. Ndërsa Gresa Caka, ish kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e vlerësoi të rëndësishëm rolin e sinjalizuesve në mbar botën, për që ka përfshirë diskutime globale e reforma të rëndësishme. Tutja ja theksoi proporcionalitetin e duhur që lidhet me sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësi dhe luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare. Veprimet e sinjalizuesve mbar botën kanë rezultuar në diskutime globale e reforma të thellësishme përfshirë ligjore, ndër tjerash lidhur me llogaridhënien e strukturave ushtarake e strukturave të sigurisë, proporcionalitetin e duhur në mes sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësinë, luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare dhe rrëzimin e figurave të fuqishme publike e politike, duke ridimenzionuar për pasojë raportin në mes të fuqisë së pushtetit dhe detyrimit të llogaridhënies.
Në këtë konferencë e cila u mbajt në Prishtinë u theksua roli kyç i sinjalizuesve në forcimin e studimit të ligjit dhe rritjen e transparencës në rajon. Ajo shërbeu si platformë e rëndësishme për bashkëpunim, shkëmbim përvojash dhe nxitje të reformave të qëndrueshmërisë në drejtësi. Zyra e prokurorit specializuar e kishte pranuar se përdorimi i terminologjisë Kosovë dhe Metohi ishte përdorur gabim gjatë intervistimit dhe se kanë thënë se kjo terminologji nuk është pjesë e praktikës së zyrës së prokurorit specializuar. Zyra e prokurorit specializuar gjithashtu ka konfirmuar se termi Kosovë dhe Metohi ishte përdorur në intervistën me ankuesin dhe pranoi se kjo ishte bërë gabimisht. ZPS-ja deklaroi se ky term nuk është pjesë e praktikës standarde të ZPS-s, duke përfshirë në çdo shabllon ose dokument pro form në përdorim nga SPO-ja, thuhet në përgjigjen e ZPS-s. Ombudspersoni konstaton se është i kënaqur që zyra e prokurorit të specializuar ka ndërmarrë hapat e duhur për të siguruar që gabimi në përdorimin e shprehjes Kosova dhe Metohia nuk do të përsëritet. Instituti Kosovës për drejtësi ka reaguar ndaj përdorimit të termit Kosovë dhe Metohi nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag. Hulumtuesi i këtij instituti Astrid Kolaj tha se përdorimi i këtij termi nga ZPS-ja bie ndesh me kushtetutën e vendit, si dhe të cënon sovranitetin e Kosovës. Sipas tij, për këtë çështje duhet të ketë edhe reagim institucional, duke shtuar se ZPS dhe gjykata speciale në tërësi duhet të jenë shumë të kujdesshëm rreth termave të tillë. Si shihni përdorimin e termit në dokumentet të gjykatës speciale, prokurorisë speciale Kosova dhe Metohia, në fakt çka tregon kjo çështje një gjë e tillë? Realisht ju dini se gjykata speciale është themeluar nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe vepron me ligjet e Kosovës. Andaj tani me që është zbuluar një term i tillë që është përdorur në një takim të një personi që është intervistuar, apo çka nga gjykata, nga zyra e prokurorit të specializuar për ne si Instituti i Kosovës për drejtësi është i prapranueshëm dhe ky bie edhe ndesh edhe me ky term bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe edhe pse ka qenë një term i përdorur vite më parë dhe janë sqaruar, ne mendojmë që zyra e prokurorit specializuar dhe gjykata në përgjithësi duhet të jetë shumë e kujdesshëm dhe të respektojë ligjet e Kosovës, të respektojë kushtetutën e Kosovës dhe në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon mos të përdor terma ose mos të terma që bijnë ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po gjithsesi se një term i tillë nënkupton që përdoret nga një vend i cili që është Serbia dhe që nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur, që nënkupton që cënohet edhe suvereniteti me këtë rast. Besojmë që institucionet e Kosovës duhet të reagojnë dhe të ketë një reagim përveç reagimit që kemi ne si shoqëri civile dhe mediat e tjera dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë reagim ndaj këtij veprimi që është bërë nga një institucion i cili është themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, siç është këtë rast gjykata në Hag dhe zyra e prokurorit të specializuar. Në këtë rast dhomat e specializuar dhe prokurorit specializuar. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj do të vizitojë Kosovën sot, ku pritet të takohet me shefat të grupeve parlamentare politike, përfaqësues të shoqatave të dalën nga lufta, shkrimtar e artist. Begaj do të qëndrojë në Kosovë për 2 ditë. Policia e vendit ka njoftuar po ashtu për vizitën e presidentit të Shqipërisë dhe ka bërë të ditur se do të ketë ndërprerje të shkurta të qarkullimit rrugor në disa segmente nga pika kufitare në Vërmicë. Në raport për Kosovën, eurodeputetët kanë bërë thirrje për heqjen e menjëhershme të masave të BE-s kundër Kosovës. Aty theksohet se masat nuk janë të justifikueshme pasi Kosova i ka përmbushur kërkesat e BE-s. Deputetja britanike Alicia Kearns e ka cilësuar si një zhvillim të vonuar, por të domosdoshëm. Shpresoj që këto thirrje të merren parasysh, ka deklaruar Kearns.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 78.000 qytetar janë jashtë sistemit arsimor dhe jashtë tregut të punës. Kjo shifër, sipas ekspertëve, është një shifër që flet shumë për mungesën e mundësive brenda kufive të Kosovës, për një arsim që nuk lidhet me tregun dhe për një shoqëri që ende nuk i jep rinis hapësirën që e meriton. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, paralajmëron që nëse institucionet nuk veprojnë tani, rrezikojmë të humbim një brez të tërë. Zotri Gërgjaliu, sipas një raporti të ASK-s, mbi 78.000 qytetarë të cilët janë të afta për treg të punës, nuk shkojnë as në shkollë, as në punë dhe realisht nuk është që ndjekin as ndonjë trajnim. Cilat mendoni se janë ato arsyet kryesore që i kanë bërë këta të rinj të jenë pra larg tregut të punës dhe larg sistemit arsimor? Unë besoj që është një problem që duhet analizohet në disa dimensione. Dimensioni parë është dimensioni ekonomik, dimensioni dytë është dimensioni social dhe dimensioni tretë është dimensioni politik. Dimensioni politik ka efekte negative në këtë numër apo në këtë cifër alarmante, sepse trit e shohin që çdo gjë është politizuar, vlera nuk është ajo që respektohet. Sot mjafton të jesh përkatës një partie politike dhe do të kesh perspektivë dhe lind pyetja cili do të jetë fati i atyre që janë jashtë politikës apo nuk kanë mbështetje politike për të gjetur punë. Kjo është gënjem masiv që po e përjetojnë qytetarët e Kosovës dhe në këtë drejtim është humb besimi dhe shpresa se përmes institucioneve mund të gjendet punë. Në aspektin social është një barë e cila vërtet e rëndon standardin jetesës në Kosovë, është një barë e cila duhet të gjendet forma që të kompenzohet dhe në këtë drejtim besoj që tëra kjo lidh me aspektin ekonomik. Për ekonomi nuk bëhet por vetëm flitet, sektori privat nuk mund të jetë i vetmi që mund të garantoj apo rritjet vendet punës pa mbështetje institucionale, dhe nëse kemi këtë distancë të komunikimit, e kemi këtë arrogancë të pushtetit përballë sektorit privat, si mund të zhvillohet sektori privat dhe si mund të ketë perspektivë për të rritur. Prandaj e vërteta është që numri i papunëve në Kosovë është shumë më i madh se që proklamohet, e vërtetë është që trit nuk regjistrohen në përqendrat e punësimit, s'është një humbje e kohë dhe e vërtetë është që sot një institucione mund të jeni të punësuar vetëm nëse keni lidhje politiko-partijake dhe përkatësi politike e jo vlerë, jo profesionalizëm dhe në këtë drejtim e tëra kjo po ndikon që të ri ta humbi shpresën për një perspektivë më të mirë. Janë të pa interesuar për shkollë, janë të pa interesuar për punë dhe tëra kjo vetëm e rënon barën sociale në Kosovë. Por si ndikon kjo situatë në politika të afatgjate të ekonomisë Kosovës? Definitivisht duhet kuptohet e vërteta që ka efekte enorm negative. Kudo që të shkoni sot në për kompani të ndryshme private ka nevojë për fuqi punëtore, pa fuqi punëtore nuk mund të ketë një qëndrueshmëri do thotë ekonomike, e tëra kjo po ndikon edhe në ikje masive të rive në vendet të ndryshme të Evropës dhe dua të besoj që pajtohemi që ikja në heshje është shumë e rrezikshme se sa egzodi. Prandaj duhet ky fenomen të vështrohet, duhet të analizohet dhe duhet të ndërprehet sepse Kosova është zbrazur në konvenioneve të armiqësisë të saj. Zotri Gërgjaliu, cilat janë pasojat fiskale për shtetin ku një pjesë kaq e madhe të rinjve mbeten jo aktive ekonomikisht? Definitivisht Kosova jo vetëm që është e varur nga importi i prodhimeve strategjike si energjia elektrike, jo vetëm se në vitin 2024 kemi importuar 6 miliardë 300 milion euro, po sot Kosova ka nevojë për import të fuqisë punëtore, ka nevojë për import të shërbimeve të ndryshme, e tëra kjo ndikon në varfrin interne. Prandaj duhet të shfrytëzohet ky aset dhe jo Kosova të gjenerojë fuqi punëtore për vendet evropiane, po ato të jenë shtyllë e ndërtimit dhe fuqizimit të Republikës sonë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, duke folur për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, tha se përveç dëmeve financiare, masat kanë kontribuar në krimin e imazhit negativ për Kosovën, si vendi i vetëm në Evropë nën sanksione evropiane. Rafuna deklaratat i bëri pas miratimit të raportit për Kosovën nga Komiteti për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, kundër të tjerash u kërkua heqja me njëhershme e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë, Rafuna ka potencuar faktin se kjo nuk është hera e parë kur Parlamenti Evropian, Parlamentit i kërkohet një gjë e tillë. Zotri Rafuna, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Kosovën, kundër të tjerash kërkohet heqja e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. A presni që këto masa të hiqen?
Po kërkesa jone ka mosshme është që këto mosa të padrejta të hekën ndaj Republikës Kosovës, mosa dëshkuese ta çojmë kështu ose që shpërqunë edhe sanksione. Ne jemi duke vujtur shkaku i këtyre mosave. Tani është e mirëseardhën kërkesa e Parlamentit Evropian, por nuk është era parë dhe më herët Parlamenti Evropian ka bërë thirrje Komisionit Evropian që këto mosa të shfrytëtohen dhe të hekën ndaj Kosovës. Mirë po deri më sot nuk kemi pasur në lëvizje, ne kemi që gjatë ndërmjetësimit të zotit Ajçak kanë qenë si të them, është kërku që të bëhet një progres në veri, në dialog, për mu hje këto masa, po të shpresojmë që tani të largohen definitivisht këto masa që janë të padrejta. Tashmë kur po bëhen gati 2 vjet që u vendosën këto masa ndëshkuese, sa u shkaktua dëm për vendin dhe sa e vështirë do të jetë të riparohen këto dëme? Po, dëmi, ashtë sa kemi pas mundësi me po, në për projekte të ndryshme shkon mbi 300 milion që kanë qenë projekte investive, po për më shumë se aspekti material është edhe aspekti imazhit. Kosova është i vetmi vend i cili ka qenë në masa ndëshkuese nga Komisioni Evropian dhe unë gjithmonë e kam shpreh që kjo nuk është një mesazh i mirë për investitorët e huaj për me armë investu në Kosovë, sidomos investitorët evropian, se dihet që në momentin e parë që ata vendosin me armë investu në Kosovë, ata e bëjnë një konsultim me qeverinë e tyre dhe ata ja dëshmojnë që Kosova është në mosë sankcionuese. Plus shto këto që kemi me të mbrapa në shumë projekte që s'kemi mujtë me implementu, që në pëzullu si rezultat i këtyre masa, po edhe mos fitimin nga grantet e ndryshme që jep Komisioni Evropian, ne kishim rastin e grantit digitalizimit, ku gjitha shtetet për rreth Kosovës morën pjesën e tyre, ndërsa Kosova nuk mori asnjë pjesë për shkak që është në masa ndëshkuese. Shikues të nderuar, për këto dhe informacionet të tjera klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.